Një ngjarje rënde tronditëse është shënuar më datën 6 shkurt në qytetin e Vlorës, ku një fëmijë 4 vjeçar ka mbritur pa shenja jete në spitalin rajonal. Rasti ka vënë në lëvizje strukturat policore dhe institucionet e drejtësisë, ndërsa po kryen veprime për të zbardhur shkaqjet e sakta të ndrimit të jetës së të miturit. Sipas informacioneve zyrtare të publikuara nga policia e Vlorës, fëmia është transportuar drejt spitalit nga familjarët, por mjekët kanë konstatuar se ai kishte ndruar jetë përpara mbritjes në institucionin shëndetësor. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të stafit mjekësor, nuk ka qenë e mundur rikthimi i funksioneve jetësore. Menjëherë pas njoftimit të rastit, specialistët për hetimin e krimeve pranë Komisariatit të Policisë së Vlorës kanë nisur procedurat e parashikuara ligjore, duke kryer kqyrjen paraprake të trupit të miturit. Burime zyrtare bëjnë me dije se nga kontrolli fillestar nuk janë konstatuar shenja dhune, dëmtime fizike apo elementë të tjerë që të sugjerojnë ndërhyrje të jashtme kriminale. Megjithatë, autoritetet theksojnë se hetimi është ende në fazën paraprake dhe se çdo pistë po shqyrtohet me kujdes. Trupi i fëmijës i është nënshtruar ekzaminimeve mjekoligjore më të detajuara, të cilat pritet të hedhin dritë mbi shkakun e saktë të vdekjes. Rezultatet e autopsisë do të jenë kyçe për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për shkaqe natyrale, probleme shëndetësore të padiagnostikuara apo faktorë të tjerë. Në kuadër të procedurës ligjore, materialet janë referuar në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë Vlorë, e cila ka marrë në dorë drejtimin e mëtejshëm të hetimeve. Prokuroria pritet të analizojë të gjitha provat e mbledhura, deklaratat e familjarëve, dokumentacionin mjekësor dhe çdo element tjetër që lidhet me rrethanat e ngjarjes. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të thellë të familjarëve, të cilët ndodhen në gjendje të rënduar emocionale, por edhe të opinionit publik. Policia e Vlorës deklaron se do të vijojë bashkëpunimin e ngushtë me prokurorinë dhe strukturat mjekoligjore me qëllim zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje dhe garantimin e transparencës së plot ligjore. Autoritetet theksojnë se çdo rast që përfshin të mitur trajtohet me prioritet maksimal, ndërsa hetimet do të vazhdojnë deri në përcaktimin e plot të shkaqeve që çuan në ndarjen nga jeta të fëmijës 4 vjeçar.